Sikur të nderuar, kalojmë në një moment tjetër, mysafir sonte e kemi këngëtarin tonë të mrekullueshëm Fitim Goshi, do ardhëgitje për të pak nëse doni. Faleminderit shumë që jove. Fitimi jemi mësuar na më të pak këtu si këngëtar rezident, po jo në një intervistë, po besoj që është nga intervistat e rralla edhe të para tua. Mas pari faleminderit shumë Sadre për edhe mundësinë, po edhe mi shpalos do gjana që ndoshta vetëm në rrjetet sociale që jam i pranishëm edhe në TikTok më shumë mundem me thonë, ata njerëz, ata shikust, që i din disa raste ose jetën tem, mos them 50%, po nashta 30% që e din jetës, edhe nuk më dash nashta me shpalos kur nëpër televizione, po për hir të respektit që është me të vërtetë që jam këtu te ti gjithmonë si në shtëpi tem, edhe për këtë arsye edhe ku mendohet që paga shumë jetën me shpalos. Çfarë historie se unë na jemi mësuar më të pa shumë të hareshëm në përmbrëmje muzikore, dorsma të ki gjithandej. Çfarë historie ke pasur ti me siguri sfida të jetës? Po është e vërtetë, sfidat çdo njeri në jetë ka sfida, dikush ka sfida shumë të mira, dikush ka shumë të këqija. Po ja që dikon Zoti ashtu e preferon që me sprovu pak ma shumë, kështu që ndoshta një prej tyne kom qenë one që më ka sprovu, dhe më thonë dikon 1 vjet e gjys, ashtu më thonë, dhe më thonë i kam pas disa sprova që me të vërtet është njeri ma i fort siguri. Këto di me thonë. Çka je sprovu? Po, jem sprovu pak me djalin. Çka ashtu, ndaj smundje, ndaj... A ke pas ndaj smundje djallit, apo çka? Se po çka që po emocionohesh? Po janë do sfida që ashtu Zoti tha, disa vujtit njerë të shëndetit njerë, pastaj gradualisht u marrë me mjekësi. Dikon kur i ka pas 3 vjet e gjys, mas pari ka startu me bajame, këmina me thonë. Aty ka qenë anestezioni përgjithshëm, edhe aty pak ka vënu edhe kur i ka dole anestezioni për arsye se nuk po e fy mjekësin tonë, po duhet pak do gjana pak ma shumë më marrë me fëmijë. Pastaj, pas kësaj, ka pas disa gjandra në përket trupin, edhe ato, dhe me thonë, e kanë qu deri te një dyshim të smundja të leukemia. So që aty dhe me thonë, në spital, dikon afër 2 muaj më zgabovsha, dikon prej janari deri në fund shkurtit. Kemi qëndru në spital edhe unë edhe shoqja, dhe më thonë, tu ndru herë, unë era jo, edhe për arsye se nuk dishin mja zgjedh diagnozën se për çkafit po vun djali. Pastaj unë si më kanë aty kur shoqja po më thirr telefon dhe po më thot, tha, hajde tha se po të motra kryesore po të thirr thon telefon me bisedu me ty. Thash kur më tha, përderisa e disha se ku është, dhe më thonë, asa ju të qa mas shumë ti. A bën pak kanoni, thash, jo, tha vish po dhe me bisedu me ty. Thash, okej. Edhe po më thirr, më tha, gjitha analizat ja kemi bo e krejt, po gjaja përfundimtare na vyn, do të mja bo biopsinë e leukemisë, që me kuptu se a është, ose jo. E ju konë shumë e ranë për mu se i peke 2 herë që po në anestezian. Edhe okej, vendasëm, okej me bo. E di që më kujtohet, do më thënë, e kemi pas edhe një fotografi, është një foto ku jam të fol me ta, e ka edhe këtë një kapel të sallës operacionit. E ka vnut edhe na të fol me kamerë, ajo do më thënë ka qenë një foto që është një foto tjetër është me një jokje.
Ja, kjo është foto. Kjo është foto para se me hynë në... Kjo është foto, do më thonë, dikon gjysore, para se me hinë salë. Edhe di që konë shumë i gëzushëm. Atë kujtohet në fjallë që të ka thonë para se me hynë këtë? Këm ka thonë shumë fjallë. Po e di se kur ndo pe i shoqës se këta e kanë një dhomë para se me hynë salë, kur e shku doktorat e kanë marë, e di se më ka lyp mu. Se shoqë e ka bu një video, edhe më ka thënë firma babin. Ajo ka një ndërës, se s'kemi pritë që ka bëhet. Pas i kryti këtë operacion, me fuqinë e Zotit, u kry gjithë shka në regull, pastaj për spitalit që i ka, dhe më thonë nuk dash më transferu të spitalit Zemrës, ku dhe më thonë kena boni kulmin e gjithë shkafit. Dhe kur për një spitali transferu në spitalin tjetër, dhe thanë që djali dhe më thonë ka një vrinë në zemër, po e ka shumë të madhe, për arsye që dhe në 4 vjetë mbyllët vetë, po djali ishtë 6 vjetë. Dhe më thonë ka kalu 2 vjetë ma tepër. Edhe, qka do të me bo, qysh, do të me bo diqysh, do të një adal diqysh. Mos të ndikon një muj, ose një muj e gjys, vetëm kemi mendu si qka me bo. Edhe, të regoj drejten, ka qenë ashtë ndër vendimet, ma të rona njëtën tem se 35 vjetë i kam, po kur se ka mendu se na herë kom me qitë një postim, djali tem dhe më thonë me kërku ndim një vlerë të pareve që do të më ndimu. Edhe pas një javë që e kom mendu mirë, një javë me shoqë që na me qitë mos me postu, e kemi postu edhe një falenderim shkom për një krejt njerëzit që ka egzistojnë anë në bëmë botës, se jënë kanë jo zemër mdhaj, po aty e kanë kallëzu veten, edhe kanë postu krejt në Facebook, ku ka pas në rrjetet sociale, kanë postu djalin, edhe në gjithmonë djalin që shka me lanë largë internetit, për arsye mës me pa veten. Pse se në përstorjet e mija krejt ku janë ka njerëzit, u kanë fotografia e djalit me postim me diagnozë zemrës. Edhe njëherë, mas një 4 ditet që veç postimin ndodhi, djali e pa postimin, e tha bab, se pas kanë qitë në Facebook krejt, thash bab, të kanë shpall, thash në zonë, cilë ma të mirë shkollë. Okej, mjetër të mbledhën, të falenderit shumë prej këtë njerëzve, nuk moj me harru edhe jenë të veçantë. Në atë kohë jem kanë të seriali Shtëpia e Madhe, Arjanit Hoti është njënë për tyne që e ka organizu në TikTok, me këtë që është një tjetë me Ismailin, me Edlirin, me Leonitën, s'po do kretë një jene se ndoshta e harrajnë e një, ja kam po djalin prezent, edhe kam thonë që do të me mbledh të mjete, edhe mos tëmë nështë 10 ditë kam mjaftu, dikon e kam mbledh shumë për 40.000-50.000 euro. Edhe ajo foto ku ke, dhe më thonë, edhe në shkollë, djali me 17 ja, kjo është foto. Është edhe një foto ku ja ka ndreq maicën. Kjo është për shkollë, për mësusën e vetë, po ajo foto dhe më thonë ja ka ndreq foton edhe ja ka mbu forca të rek, zemra tonë udhtojnë me ty. Ja ka ndreq shkolla, po. Edhe festa e shkollës u majtë, kjo dhe më thonë është ma vonë, kjo foto kjo, festa u kanë, sikur me thonë mas një ave 2 më bo, për respekte për drejtorën e shkollës, pavarësia,
për hir të respektit edhe që ju ka dhënë djali, festën e shkollës e ka bo vetëm se me kanë të riko këto, se na me shku, kem pas me shku, pos nuk e dishëm qysh këthejëm, ishëm për me dalja zhvenit edhe se dishëm, a këthejëm, ose qysh këthejëm, ose a do të këthejmë me të rikon, apo jo, ajo kanë sprove zotit. Dhe këto e kanë, në Francë e kemi përjetu një të merë, në Francë o kanë të merë për arsye se e kemi lanë qikën këto, edhe shoqja dhe më thonë, si çdo nanë, që fëmija është i lehtë për nana nuk diskutohet, e kemi lanë vajzën këto, atje kemi një të merë kemi përjetu, dikon për një 2-3 javë se e mi kanë, edhe kër e mi këthejnë Kosovë, po mirët vendimit, dhe më thonë që djalin me shtinë operacion këto, atje i kryetën procedurat e tona në Francë që i kemë, edhe veç e di një sen që kër u hi djalin së të operacionit, e di që ata minuta mu ka ndok, nuk e kom këshyr orën, e kom këshyr telefonin çdo minutë, çdo sekond, nuk ka hec as një minutë, nuk ka hec as një sekond. Mu ka dok, si nuk e di çka, u dal një doktor edhe menova që është doktor, thash, për 10 minuta, adem thash, doktor, çka u bo? Tha jo, tha një anesteziologu, për ka ona em tha u kry, tha tash, po presim edhe doktorit, dhe sot e krym çështjen e vet. Moment jam shkoj këtë, edhe vetë këmë bo operacione, po fëmija ish edhe disha që është problemet e zemrave, tash ka do të ndodha, a do del gjalla, jo se shoqja e ka shtit në salë mrena, edhe veç shpirti saj, edhe në më thonë që sa herë ka shti, djalin sa herë ka shti në salë. Edhe nuk ka marrën, nuk ka marrën se me pa djalin ose fëmin, në gjendje kur të është me anestezion, dhe më thonë, është mënyrën e të vdekunit, se as nuk shë as kur gjas, nuk i vrit, sa do që na e therë shumë të rejkë, hajde që me mami, që me babin, po, dhe më thonë, kjo nuk absolutikisht kur gjeheq, edhe në ato fotot që i qitë edhe parzit, nëse ka mundësi, janë ato hospital pasi që e përfundan ja kjo, dhe më thonë, këto i ka 20 minuta për anestezionit, fuqia zotit që ka e këti fëmije, dhe më thonë, momentin që i del anestezioni, Çka ka thonë ti këtu pas? Fjallën e parë që ma ka folë para se me hi, më tha, bab tha pse, tha, unë jam smut për zemrës. Edhe, kur mu i tha unë me dalë, tha me lusë që kur shok të mi. Kjo është një fjallë në është që njerëzit nuk mujnë me ndje sigur një prend që mi thonë fëmija i vetë atë fjallë, edhe di që këtë kur i ka qelë syt, i kon folë, thash, a je mirë bab, tha po mirë jam, thash që tash bab nuk je smut heq, edhe mu ka këthy me një shikim të kjesh, tha, bab tha, muj tha, qëta është të në me lume shok të mi, është po, bab, thash, ma s'ki kur gja. Mu kompletu pak një bote jemi, ja pak, mu kompletu ndo farë gjana që i kisha posë shumë do ngarkese që nuk i kisha ditë. Kur i kom ditë këto, mas i përfundu në këtë këtë gjana, i kuptova krejt që me shëndet edhe me familje që shnosht edhe me fëmijë shnosht nuk ka. Po edhe doktorat këtë kanë thonë që i vetë minsen që këto se ka mundu, është forca. Dhe me thonë që shtojnë fëmija hec me zorë në përkam. Çka ke një mesazh fitim për gjithë ata prindë që sonte e shohin? Po dash para se me thonë kësaj, i kom pas edhe disa gjana prej njerëzve, dhe me thonë prej njerëzve që s'më i miqu njerëz ata, nuk më i miqu njerëz, se për disa klikime ose për diçka jenë gjendje me folë shumë. Pastaj dhe me thonë, tash djali i ka edhe disa probleme, pas operacionit zemrës i ka edhe disa probleme, që nuk i kena bo publike, për arsye që ende diagnoze nuk ja dina prej shkafit i vinë këto. Edhe shoshnia dashamirët, ata njerëz që e njohin familjen tem, njohin mu personal, e njohin tarikon, na kanë ndihmu, faleminderit shumë për tyne,
me aq mundësi sa kam pas, edhe tash do më thonë pritet që edhe diagnoza e djalit me pas kulmin e vet, do më thonë që vum prej kësaj, për arsye që ju ka lajmëru migrena, edhe gjakderën dhe në ka të nkuën për i hunve, për arsye që përdor aspirinin e përdor, për arsye që ka intervenu në zemër, edhe aspirini kuptohet se ajo është për të hodhin gjakut, po tash ky ka 6 vjet, mi anal, qysh mi anal, mës mi anal, pe ka problemin, e ka dhe një damar në kry këtë nanën e majtë që nuk është u zhvillu shumë, tash këtu ju kanë lidh krejt, edhe duhet mi asgje diagnozën, për arsye që djalit dhe më thonë, edhe pse është shumë shnosh e mirë, po këto dhe më thonë, e njerëzit pyetjen që ma ka bo, dikush nuk du me fol as me emra, as me kur gjë. Unë e kënoj TikTok, edhe kjo është, thota, kur dal pesallësh është të kesh, e di që njëri ma ka bo, tha qysh ta djalin smut, tha e po del po kënon. Kjo është dhe më thonë për njerët ma të ligë që mundet me egzistu në tokë që e manë kjo. Djalin smut, unë e menaj të kryt, apo, po kjo se dena kam pare as kam, kjo se dena ashta i kam 100.000 euro, po kjo nashta menën që nashta në 10 centi kam gjep. Kjo dhe më thonë lyp analiza, kërkush nuk e din, për pas familja janë që jemi në shpe, as miqasi, as një njeri nuk e din, sa shpenzimin e ka djali e gjatë ditës me analiza edhe me gjithë shka. Po kërkojna nuk ka këmë shtri dorën, kërkojna, vetëm se që kom pa, okej, po bohen virale se në unë jam këngëtar që 16 vjet, okej, hi me knu, në TikTok njerëzit më supportojnë, e din arsyën për çka, edhe fjallat që më ka dhe i mas shumë të kjo u kanë që qysh djalin smut e po hel me knu. Këtë vish njeri i pa njeri e ban këta. Për atë pyetjet që ma bone ti, krejt njerëzit, inshallah do Zoti, ata që s'kan e vlad fëmi, mi au fal, edhe mu gëzu, edhe me pas në ndjenjen e prindit, ata që i kanë, nëse fëmijët e tyne vujnë prej diçkafit, ja unë i kumbo kiamet senet, ja nuk i dikosh. Po i kumbo kiamet me vetën e kum shkatru vetën tem. Punët e Zotit janë edhe pa thonë Zotit nuk bëhet as e mira, as e keqja. Kështu që mos i merrni afër zemrës, krejt bohën, edhe nëse nuk kanë mjete financiare, shqiptarët e kanë zemrën shumë të madhe e kanë zemrën, sa që unë e ju them se mos thëm 7 ditë, po pelo 10 ditë, mi kanë mbledh deri në shifrën prej 40.000 deri 50.000 euro. Bravo, kemi të drejtë. Po fitim, sa po flasim si është Tariki? A është mirë? Po mirë është, me ato vujtje dhe më thonë na si prind që mirëmi çdo ditë ose çdo natë, po shpresojna që gjithçka më bo mirë mas përfundimit të diagnozës që jena të dashur. Se në Kosovë kanë thonë që nuk po mujna mi gjetë diagnozën. Kështu që do me thonë na i kena bës provat e fundit në Kosovë, edhe jashtë vendit, po kështu që tash do me thonë e presëm përgjigjen përfundimtare për çkafit vonë. Edhe e di që ndoshta është pak e rënë edhe për neve për familje, po nëse veç vlera e asaj diagnoze kushton për mi 50-60.000 euro, atëherë do më thonë të njëjtin sa do të me bo apet që e kemi bo, edhe e di që shqiptarët janë faqeparë dhe zemër. Po, absolutikisht. Për ato nuk e mohoj atë punë. Çka, do të thonë se mund po më shumë se na emocionove të gjithëve, do të thonë vazhdime me çfarë gjithëve edhe ke intervistë shumë e dhëmshme. Po çka nëse sonte ne ta bëjmë një surprizë të mirë, e pranon kështu me zakonisht në bërë. Me stafin e kështu me familjarë, kështu më mi po të surpriza që paktën ty ta kemi bërë se si këngëtar që je, më të bet që me thonë kujtimi ma i mirë i jetës. Po zakonisht, jo që kum pas tepër intervista tepër, se nuk jem shku pas gjithkohë, po nuk është që më kam bo surpriza ose të mira ose të qia, kështu që çka do që është, mas i veç që kom vendosë ti me shpalosë jetën tem një vjeqarë, një vjetë e gjys, qa kum hek, atëherë mirë se vjen kush do. A ftojmë musafirin që vjen sonte? Ftojmë. Me thonë që vjen Tariki ja besan? Tariku flajt është gëtë ko. Ma mërmenja. Hajde Tariki, ftojmë Tariki. Bravo, me ta të ekipit moja. I burri fort? Po. Ha, mirë? Po. I fort shumë? Po. Kush është që kërë? Babe. A po hope është Me në një bravo. Dhe të rëkiti e moja, bravo. Na hoqë një orda? Po.
Unë këshe e flejtash të babi këtë. Bravo. Pole. Hey, Tariki se këshmi munu shumë na. Po, Tarik, a e do babin shumë ma? Po. A e në të vërtet ato që e tha krejt babin? Po. Në tha që ti je shumë i furt. Futbol lunë mirë? Po. Në pena që i ki në shkollë krejt? Po. Bravo. S'po të gusmi ma shumë. Fitim. A ki me thonë se babi? Po. Hajde, që do me thonë për mami, për babin? Me në bën mame, shumë më kanë dimu për zemër, edhe krejt kanë go për mu vëzën e për spitale. Bravo, 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 bravo. Edhe të të ndimu shumë, bravo. Fitim, se këshmi lullë ma shumë se është ti ju ke kushtu kongë kreve, herojve kështu, po djoli ta mbura e ke qita e kongë. Jo kongë si kom qitë kështu, po gjithmonë e ka, kjo një kongë që në sërët, në i Tariku i vogël, jak në një kongë. Kështu që në është ta qika së midhnoc, edhe ajo, thët e mu, E përshëndesim me qika që ka... Jamela. Jamila e përshëndesim me dërë video. Fitim, s'kena për ty e burë sonë të pak një kongë për Tarikin e meritan. Gjithsesi, gjithsesi. Tariku i vogël, princi babit, në jetë solli lejle, mami dhe babi, për çdo dit, për çdo nat, zemra babit shkon do i plak. Tariku i vogël urrëç ma shpejt, ty t'ka babi për kimet, për çdo dit, për çdo nat, zemra babi shkon do i plak. Tariku i vogël urrëç ma shpejt, ty t'ka babi për kimet. Dhe falenderit shumë për këto emocione që na sollët sonë të bashkë me Tarikin. Unë falenderit shumë. Falenderit shumë, Sadre, shpresoj që ky rrëfim u ka edhe një mesazh i mirë edhe për njerëzit, edhe për prindit, kështu që shpresoj që edhe ata me kalu, ata që e kanë këto sprova me kalu shumë lehtë. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Falenderit. Do të gjitje për fitim goshin këngëtorit të Falenderit shumë. shumë. Respekt, falenderit Respekt edhe shumë. për Bone ty. fort Tarek. Të Falenderit. dua Sadrenicën. Falenderit shumë, ha. Jo, falenderit shikuesve që na ndjekët. Natën e mirë ka qenë për sonte, shihemi javë tjera. Falenderit shumë.